ti gati me lenam me divorcu me grun, se ke shpreh pëlqim për mua, je marr. Unë të kam shpreh pëlqim. Po pra ja, thotë Riki, thotë ajo Brikena. Po të dalin videot ku kam shpreh. Po ja pra ti ke thënë ha gjalla se çka ke gri. Se çka ka thënë me ku ka gjen gjimbe. Më intereson po bëj tjetër bisedë. Se ndonjë Po ti do prekësh mu tani. Po jo më marrë për ty. Që dash më nda me grun me goc. Marrësh për ty, më kush do të ndaj me grun? Ti më ti që pas ke pas, ti pra ti. Ti pra ti. Apo ke dash ti ta bësh do ndroj mohabet. Do ta bësh ti, do ta kriju ti. Ja, ta bësh Brikena, ja Brikena. Po në, ajo do me bo pyetje. Ajo do me bo pyetje, mo. Si ka mundësi që ti mbështet një njeri? Jo, çaj duke fol me Brikena. Shef rrezika jo. Shef rrezika jo pranë. Kush po thonë që dua të çojë flisni kështu. Të prek fakti që Roberti thonë je një komplet të paftyra, i ke thënë buqe, ai ke thënë buqe, i ke thënë të hapi vlogën sa koka, dhe tash riflekt shumë, po hec më motër, heci një të paftyra, je komplet e paftyr, ti dhe ajo, që rrini flisni kështu si kurse s'ka ndonë gjë, kur akoma si keni kërku falje njëra tjetër. A ke kërku falje personalisht, a kuptove, pse? E ke problemin të unë dhe mirë, pas ke problemin, vazhdo flit me mirin, kam qatë bëjnë që fësi ke sytë ne, jo i motër, nuk kam qatë bëjnë ty, jo, përdesa ti futunë të bisedat e mija në fuzon të tua, ta kuptove, je paftyrë se si ke kërku falje, për ofendime që ja ke bë, edhe shkop let aty si kur se s'ka ndolla si gjë, a do mi thanë edhe asaj që do me qumë finale, a do mi thanë që je komplet e pasinqert, je komplet e paftyrë dhe pasinqert, ta kuptove, po ti e ka që paftyrë, mojës që më thu, dua që ta fitoj një femër që Brikena që shkojnë në finale, po ti përveç vetës nuk e shë asë kënd këtu mrena, o Selin, kështu që kërkoj falje, për fjallën buqe që ja ke thënë asaj goce, pasaj vazhdo flitirë normale, a kuptove, a ule ma nuk ule me di që a bëjun, po ti sytë moja nej, mos ti moj sytë këtej, se po ty po të pengon se qenë kam të thonë me mirin unë e dashur, hajde vazhdo tash debatin, po futi u vëndë të bisedë.